Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme të hënës së re, sepse ka efekte 29 ditë, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, do shohim energjinë që do na vi në lidhje me këtë lexim. Atëherë, ju mund mendoni personin që keni në jetën tuaj dhe shohim çfarë mendon dhe çfarë ndjen ky person në lidhje me ju. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Unë shoh një person që është në pritje të një përgjigjeje ose një person që është në pritjen tuaj, sepse jemi te dy shish kopinjve. Por është edhe një person që duke parë gjërat që e rrethojnë, duke parë gjithçka në lidhje me ju, është një person që bën plane afatgjata. Shoh që ky person është duke ëndërruar gjatë gjithë kohës, mund të ketë dhe shumë oferta, shumë opsione në lidhje me këtë dashuri, por personi është i fokusuar vetëm te energjia juaj dëgjues. Dhe është një person që dëshiron të marrë iniciativa, ëndërron rreth kësaj gjëje se si të vi drejt jush. Ndoshta si të shprehje ato emocionet, në qoftë se është një person i ri në jetën tuaj, në rastin tjetër se si t'i çoj gjërat para në lidhje me ju. Dhe shoh që është një energji mashkullore dhe shoh më tepër energji mashkullore që ndoshta dëshiron t'i bëj gjërat shpejt, ose është një person që merr veprime të shpejta në lidhje me ju dëgjues. Është një person që është përdor logjikën më tepër, ndoshta ky person është një person që lufton, ndoshta edhe në ekstrem në lidhje me ju, është shumë luftarak, por është edhe këtu kemi hënën e re, është një person që dëshiron ta bëj këtë fillim të ri, por dëshiron ta bëj në mënyrën më të shpejtë. Dhe kemi energjinë e qendrës, ku personi mund të jetë edhe midis dy situatave. Mund të jetë një person midis dy personave në një rast, në rastin tjetër mund të jetë një person që është mund të jetë person në distancë, sepse e shohim këtu, dhe mund të jetë midis punës ose një vendi dhe një vendi tjetër, por gjithsesi energjia e qendrës tregon që ky person është akoma në një situatë dilemash. Nuk di, ndoshta se ku të përqendrohet personi, ose në rastin tjetër mund të jetë edhe një person që është në dilema në lidhje me këtë dashuri. Gjithsesi unë do shoh se çfarë ky person, sepse shoh që pret, bën plane afatgjata, ndron rreth jush, do të marrë iniciativa, do t'i bëj gjërat shpejt, por energjia e qendrës tregon që diçka e pengon. Mund të jetë midis dy situatave, mund të jetë midis dy personave, mund të jetë midis punës edhe ju dëgjues, ose personi mund të jetë në një qytet tjetër, në një shtet tjetër, dhe kjo gjë e fut pak në dilema në lidhje jo me ju, por me përqendrimin se ku ky person mund të përqendrohet gjatë kësaj periudhe. Por ndërkohë është dhe një person që mund të jetë në dilema dhe në lidhje me një dhuratë të caktuar që dëshiron t'ju bëj. Ndoshta ky person dëshiron të ketë edhe diçka të përjetshme, se po të vëmë re këtu një monedhësh lart dhe një monedhësh poshtë. Ndoshta ky person mund t'ju duket juve dëgjues si
Një lloj personi që edhe mund të xhongloj pak në lidhje me ju dëgjues. Atëherë, shohim te energjia ku personi pret, sepse shohim është në distancë, një herë, dy herë këtu, në dy letra, është në distancë personi, mund të jetë distancë e shkurtër ose distancë e gjatë. Dhe shohim se çfarë na sjell dyshi i shkopive. Atëherë kemi energji zjarri, energji ujë, energji toke, energji zjarri dhe energji ajri. Gjithsesi, energjit nuk kanë rëndësi. Shoh që është një person sigur janë lidhur këmbët dhe duart. Është një person që ndoshta nuk di çfarë të bëj, është person që ju pret, ndoshta një përgjigje ose ju preti ju dëgjues, dëshiron të hypi këtij mali me këmbë, dëshiron të sakrifikoj, ndoshta në lidhje me diçka, ose ky person dëshiron ta provoj, por diçka sigur e pengon këtë person, sepse e shoh që ky person vërtet do donte të provonte diçka, mund të jetë edhe një person që është në moshë pak më të madhe e shoh këtu. Për disa prej jush, nëse ky person do vi drejt jush apo do largohet, sepse shoh që është në pritje të një përgjigje, dëshiron vërtet të sakrifikoj, por energjia e qendrës tregon që ky person mund të jetë edhe në dilema. Dhe shohim energjinë këtu. Atëherë unë shoh që është një person sikur janë lidhur duart, ky person dëshiron të vi drejt jush, dëshiron t'ju bëjë një surprizë të këndshme, sepse shoh që ky person është gjatë gjithë kohës duke ëndërruar në lidhje me ju, duke krijuar atë imazhin në sytë e tij, edhe në momentet që ky person lëviz. Është një person që i ka vendosur qëllime vetes për të ardhur drejt jush, dhe po të shohësh personi ka marrë një tuflule dhe me imazhin tuaj në sy, ky person është në lëvizje gjatë gjithë kohës. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit dhe shenjave të zjarrit. Atëherë shohim që ky person ka shumë opsione të tjera, ka oferta në lidhje me dashurinë, por është një person që është duke ëndërruar dhe ka krijuar iluzione vetëm në lidhje me ju dëgjues. Ose ky person dëshiron të mësoj diçka më shumë në lidhje me ju. Sepse e shohim këtu te energjia e ajrit. Dhe kjo është karta e pakos. Dhe shoh që ky person dëshiron të afrohet me ju, është duke ëndërruar, ndoshta ky person mendon me logjik ose është duke menduar më tepër se si të kaloj momente pak intime në lidhje me ju. Por është edhe një person që nuk e di, por ka kaluar disa sfida, disa vështirësi, ndoshta për një kohë të gjatë, ose ky person ka qenë i stresuar për një kohë të gjatë në lidhje me këtë dashuri. Mund të ketë ndëruar dhe menduar për një kohë të gjatë në lidhje me ju dëgjues. Dhe ky person ndëron për të qenë afër me ju. Dhe mund të jetë, kemi energjitë shenjave të ajrit, ujit përsëri. Unë shoh që ky person mund të jetë dhe një person që e keni njohur në shoqërinë tuaj për një pjesë prej jush, ose do ta njihni. Mund të jetë një person që ju keni dalë diku me grupe të vogla njerëzish dhe ky person është tërhequr nga ju, por është një lidhje ku ky person sikur dëshiron të largohet nga diçka, nga këto tensione dhe stres që ka kaluar për një kohë të gjatë, dhe të japi një drejtim më të mirë kësaj njohje që keni ose kësaj lidhje. Dhe shoh që personi dëshiron të marrë iniciativa dhe iniciativa në lidhje me një takim. Ky person është duke menduar për të pasur një takim në lidhje me ju dëgjues, por ndërkohë për të kaluar dhe momente romantike. Domethënë ky person është gjatë gjithë kohës duke ëndërruar në lidhje me një takim romantik në lidhje me ju. Dhe këtu jemi te energjia e shenjave të tokës. Ky person dëshiron të bëjë një fillim të ri, por është një fillim i ri i menduar mirë. Ky person e ka menduar mirë këtë fillim të ri dhe do që ky fillim i ri të marrë zhvillime të mira në lidhje me ju dëgjues. Por shoh që po mendon shumë seriozisht. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të tokës, këtu kemi energjinë e shenjës së gafores, por edhe të demit. Ku ky person dëshiron të i bëjë gjërat shpejt,
dëshiron të japi një drejtim më të mirë emocioneve ose kësaj lidhje që ju keni, ose që do hyni, sepse kjo vlen edhe për gjithë ata që hynë në njohje të reja, por ndërkohë, sepse kemi fillime të reja këtu, ndërkohë është një person që dëshiron diçka të sigurt, sepse jemi dhe të energjia e demit, jemi dhe të energjia e gafores. Diçka të sigurt, është një person që nuk dëshiron të luaj me ju, por thjesht ky person dëshiron të bëj gjëra të shpejt. Ose dëshiron të vi nga një udhtim, sepse kemi dhe udhtime këtu, është diçka që ky person e ka menduar, dhe kemi 2 herë udhtime, ku personi mund të jetë në distancë për të ardhur drejt jush, por është diçka që e ka menduar seriozisht. Dhe unë shoh një energji femërore këtu që ose në rastin tjetër mund të jetë një person që dëshiron të bëj vërtet një udhtim me ju, sepse po të vëmë re, energjia femërore është në karrocë dhe energjia maskullore drejton emocionet që ka në lidhje me energjinë femërore. Dhe një energji femërore që shoh që ndihet e sigurt në lidhje me këtë fillim të ri. Ndoshta dëshiron një fillim të ri, kemi një perandoresh këtu, një energji shumë të bukur, një femër, e cila dëshiron të bëjë një fillim të ri dhe të japi një drejtim të mirë kësaj njohje që ju keni ose që do ta keni. Dhe shohim energjinë e qendrës. Pse ky person është në dilema në lidhje me ju dëgjues? Është midis distancës, ndoshta personi është në distancë dhe kjo gjë e fut në dilema në një rast. Në rastin tjetër është midis 2 personave apo 2 situatave të ndryshme që mund të ketë në jetën e tij. Sepse shoh që ky person njëherë mendon shumë seriozisht, pastaj sikur bie në një energji më të ulët personi. Gjithsesi unë shoh që është një person që dëshiron që ta vazhdojë jetën me ju. Ndoshta kjo gjë ka futur personin në dilema. Ndoshta ky person dëshiron të marrë ato frenat ose kontrollin e kësaj njohje ose lidhje që ju keni për të ecur përpara, për ta çuar para këtë njohje. Është një person që ndoshta është i orientuar mirë drejt kësaj dashurie, ose ka një orientim, pavarësisht një situate që këtë person e fut në dilema. Dhe unë shoh, dolën 2 letra këtu, dhe kemi energji të shenjave të zjarit dhe të tokës. Shoh që personi përsëri jemi në një energji mbretërore, ku ky person mund të jetë në një pozicion të mirë, ekonomik në një rast, ose personi është në një pozicion emocional të fortë, sepse është një person që mendon vërtet në lidhje me këtë takim që të ketë me ju dëgjues. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angji dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin në lidhje me këtë dashuri. Atëhere, kemi përsëri jemi të energji e zjarit këtu, ky person është duke pritur në lidhje me ju, është një person që bën plane afatgjata, sepse e shohim edhe këtu, ku personi mendon shumë seriozisht dhe është një person në një pozicion mbretëror dhe një energji maskullore shoh më tepër, dhe dëshiron të bëjë një fillim të ri me ju. Merr vendim për të bërë një fillim të ri. Dhe ta çoj këtë njohje ose këtë lidhje përpara. Atëherë është vërtet një mesazh fantastik, ju jeni të mbrojtur nga energji më të larta. Dhe ky person nuk dëshiron të ri vetëm, thotë. Do të bëj këtë fillim të ri dhe merr një vendim për të bërë këtë fillim të ri. Dhe dëshiron që ta çoj para këtë njohje ose këtë lidhje që ju keni. Atëherë kjo ishte e gjitha për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj gjithashtu gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë
videot në vazhdimsi. Atëhere, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasdite sa më të këndshme për të gjithë ju. Atëhere dëgjojmë në videot e radhës.